Ky është një problem I vjetër, dhe mendoj që ende s'kemi folë atë sot do të flitet, sepse ne jemi përgjegjës për gjeneratat e treta, për personat e moshuar të cilët kanë kontribuar për neve, dhe për shohim që ata po përballen me një diskriminim të vazhdueshëm. Duke filluar prej pensioneve, prej qendrave ditore për të moshuar, prej shtëpive për të moshuar, pra ka probleme të shumta, prej sigurimeve shëndetësore, prej barnave me të cilët ata përballen, dhe ne nganjëherë po nalmi vetëm te një element shumë I vogël te pensioni, mirë po këta kanë edhe probleme të tjera. Mirë po sot do ta diskutojmë pak më shumë ndoshta këtë pjesën e pensionit dhe paraqitjes këtyre personave pranë zyreve të pensioneve për të dëshmuar se janë gjallë. Kur e bëre statusin të shkruan shumë pensionistë sepse një lajm e dham ne, nuk kishim shumë informacione dhe më pas gjithë telefonuan. Po është e vërtet sepse unë kam një bashkëpunim shumë të mirë me gjeneratën e tretë, duke qenë për 10 vite drejtori I qendrës për punë sociale, duke bashkëpunuar shumë, duke hapur disa qendra ditore për të moshuar, duke qenë zëri I tyre në takime, duke qenë pjesë e ligjit dhe iniciatori disa ndryshimeve, sepse ne ligjin nuk mund ta bëjmë nga zyrat, që që thonë në një shprehje shpesh nga kati 13 I ndërtesës, pa ul aty poshtë në bazë dhe hallet dhe problematikat. Se cilat janë nevojat e qytetarëve, sepse nëse ne e marrim një ligj nga një vend evropian ose ballkanik dhe bëjmë rrethana komplet tjera. Një copy-paste dhe atëherë nuk na bjen tamam për shoqërinë tonë, për mentalitetin tonë, atëherë nuk kemi bazë. Prandaj unë mendoj që ne duhet të intervenojmë në bazë të nevojave të qytetarëve. Po kjo që ka ndodhur tek ne shumë interesante dhe s'di sa po tingëllon tek qytetarët kur thotë gjykata supreme mori një vendim për ndryshimin e një udhëzimi administrativ. Tash ligjërisht udhëzimi administrativ është një dokument I cili derivan prej një ligje. Çka nuk kupton që ligji nuk e thot ashtu, po thot udhëzimi administrativ. Dhe Kosova është një ndër vendet e njohura ku para 2 vite I ka shfuqizuar rreth 400 udhëzime administrative të cilat nuk kanë pas bazë ligjore. Spari një udhëzim administrativ duhet ta përshkruaj ato që ka thot neni në ligj dhe pastaj të zbatohet. Ata gjykata merr një vendim, thot po e shfuqizojmë udhëzimin administrativ, mirë po nuk e jap asnjë udhëzim nuk e specifikon asnjë datë ose nuk e obligon një departament, një divizion në kuadër të Ministrisë Përkatëse, me thënë ki 1 javë ditë, 2 javë ditë, 1 muaj ditë afat për rregullimin e kësaj çështje, për vendosjen e kritereve të reja ose mënyrën e paraqitjes, sepse unë mendoj që këtu kena një